Para se të vazhdojmë me këtë ceremoni përkujtimore, ju ftoj me shumë respekt që të mbajmë një minutë heshtje në nderim të jetës dhe sakrificës së Enver Ramadanit, një djalosh i 19 vjeçar që u vra padrejtësisht gjatë shërbimit të detyruar ushtarak Jugosllav më 15 janar 1989 dhe që sot kujtohet me dignitet dhe kënaqësi para këtij lapidari. Ju lutem të ngritemi në këmbë. Lavdi. Falënderit që ndatë këtë moment me respekt dhe zemër. Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari komunës së Skënderajt, zotri Fatil Nura, i nderuar general zoti Samil Ushtaku, të nderuara familjet të dëshmorëve dhe martirëve, shoqatat e dalura nga lufta, të nderuar veteran, të nderuara media, të nderuar zyrtar komunal, të nderuar familjar të Enver Ramadanit, miq, bashkëqytetar dhe të gjithë ju që jeni mbledhur sot me zemër e ndërgjegjët e pastër. Ju falenderojmë nga zemra për praninë tuaj sot, në këtë ditë përkujtimi që nuk është vetëm një nderim për një të ri të vrarë, por edhe një thirrje dhe kujtesë historike. Jemi mbledhur sot për të nderuar jetën e Enver Ramadanit, një djalosh shqiptar i lindur me ëndra të mëdha, por që nuk i gëzoj ato. Enveri u vra në vitin 1989, në moshën 19 vjeçare në qytetin e Viroviticës në veri të Kroacisë. Gjatë shërbimit të detyruar ushtarak në ushtrinë jugoslave, një shërbim që për shumë shqiptar u kthye në ndëshkim. Fatkeqësisht, ai nuk u kthye i gjallë në shtëpi. Ai u soll nga arkivat e mbyllur, pa të drejtë të shihej për herë të fundit nga nëna, babai, vëllezërit, motrat, as nga shokët që e pritin me malë. Arkivorat e mbyllur ishin heshtja se Serbia u imponoi nënave tona, por e vërteta nuk shndron e mbyllur për jetë. Ajo jeton në zërat që sfarrojnë dhe në gurët e përmendorëve që flasin pa fjalë. Vrasja e Enver Ramadanit nuk është thjesht një tragjedi familjare, është një plagë kombëtare. Është simbol i një represioni që Serbia i frikësohej rinisë shqiptare, i përshmante ata për quhen dhe gjakun e tyre. Sot, ne nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar, por për të folur, për të thënë se nuk harrojnë, se emri i Enver Ramadanit nuk do të shuhet, se kjo jetë ndërprer nuk do të mbetet e harruar, se historia duhet të flasë, sepse heshtja e sotme është padrejtësi e nesërme. Dhe ne kemi detyrë ta tregojmë të vërtetën brez pas brezi. Lavdi jetës dhe veprës së Enver Ramadanit.
Tani ftojmë për një fjalë rasti generalin zotërion e nderuar Samil Lushtati. Nderuar, mirë se vjen. Faleminderit shumë. Të nderuara familjet e dëshmorëve, veteran, hoxhallar, familja e Abedin Regjes dhe gjithë ju të pranishëm. E nderuara familja Ramadani, e di që edhe për ju, po edhe për ata që e kanë njoft Enverin, nuk është e lehtë sot që ta përkujtojmë dhe ta bëjmë zbulimin e kësaj pllake. Kjo është një dëshmi që lufta e shqiptarëve ka qenë e vazhdueshme, nuk ka qenë lufta veç kur ka ndodhur se një pjesë e ushtarëve tri, e djemve tri, po mendon që vetëm lufta e UÇK-s e fundit ka qenë. Unë mendoj që kjo është veç një vazhdimsi. Na nuk do të më harru asnjëherë luftën e Azembejtës, Shabab Polluzhës, Adem Jasharit, e familjes Meha dhe kështu me radhë. Unë mendoj që sa më shumë pllaka, sa më shumë monumente që i vendosëm në për shtëpitë tona, në për vende të rëndësishme, unë mendoj që kjo është tepër me domethënie, sepse gjeneratat e reja e shohin që këtu një vërtet ka ndodhur diçka, sepse si tri, si familje, nuk jena ka komunikojna bodh me djemë dhe vajzat tona. Merrem me men, halo në për libra tona shkollore, nuk flitet për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Nuk flitet shumë edhe për ata që kanë bërë shumë para neve. Prandaj është shumë e rëndësishme, shumë e domosdoshme, që të kemi sa më shumë kësi monumentesh. Edhe një lavdi gjithë dëshmorëve, lavdi edhe Enverit, edhe secilit që ka ro për këtë vend. Faleminderit shumë. Tani ftojmë për një fjalim të shkurtër përfaqësuesen e familjes së Enver Ramadanit, Ardita Ramadanin. Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur këtu sot. Në emër të kësaj familje ju falenderoj, sepse kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ne. Ka emra që nuk harrohen, edhe pse vetë jeta e tyre nuk zgjati sa duhet. Ka kujtime që jetojnë me ne, edhe kur ne nuk i kemi përjetuar vetë. Unë nuk e kam njoftë Enverin. Nuk isha gjallë kur ai u vra, por ndjej praninë e tij në çdo bisedë familjes, në çdo lot që bien heshtje nga sytë e familjarëve tonë. Enveri u vra në moshën 19 vjeçare, në një rini të hershme gjatë kohës që po kryente shërbime ushtarake. Forcat serbe ja morën jetën, pa mëshirë, pa drejt edhe pa arsye. E vran jo pse bëri diçka të keqe, por sepse ishte shqiptar, sepse ishte një i ri që kishte një zemër që rrehte për këtë tokë. Dhimbja nuk mbaroi me vdekje. Me rande ishte mënyra se si u kthye, një arkivalt mbyllur e të akullt. Nuk e lën askam të shoh fytyrën e tij për herë të fundit. Nëna e tij nuk mund të përqafoj, nuk mund t'i thoshte lam të mirën siç duhet. Babai i tij nuk mund të shkoj në sytë që dikur ka ndriçuar dhomën e shtëpisë. Familja mbeti me një dhimbje që nuk shërohet. Sot, kur qëndrojmë përpara kësaj përmendores, ndjej me shumë se një gur me një emër të gdhendur. Ndjej mungesën e thellë të një djali që do të ishte këtu sot mesin tonë. Do të kishte krijuar jetën e tij. Ndoshta të ishte bërë vetë babë, por jeta e tij u ndërprer, pa mëshirë e pa të drejtë. Sot e kujtojmë me lot, por mos harrojmë edhe me një krenari shumë të madhe. Sepse Enveri nuk është thjesht një djalë që u vra. Ai është simbol i qëndresës sonë, i padrejtësisë që përjetuat secili prej jush. Sot nuk kemi mundësi të përqafojmë, por kemi mundësi ta nderojmë. Nuk mund të dëgjojmë zërin e tij, por mund të flasim për të përmendim me krenari më të madhe, me respekt dhe me dashuri që nuk vdes. Pushon paqe Enver, ne nuk të harruam dhe kurrë s'do të harrojmë. Lavdi. Ftoj për një fjalë rasti arsimtarin Zymber Hasani.
i nderuar Zoti Gjeneral Sami Lështoku, të nderuar të gjithë të pranishëm, ju falenderoj të gjithëve që keni gjetë kohë të merrni pjesë në zbulimin e kësaj bloke për kujtimore. Unë në pika shkurtra do flas pak për heroin ton Enver Ramadanin. Enver Ramadani ishte nga një familje patriotike. Ka lindur me 5 maj 1970 në fshatin Boroj të Skënderajt. Shkollën fillore mbaroi në Turiqec, ndërsa të mesmen në Skënderaj. Pasi mbaroi shkollën e mesme ekonomike, Enverit i vije thirrja për shërbim ushtarak. Ushtori shkoi në Viroviticë të Kracis, sapo shkel këmba në kazermën, filloi maltretimet nga më të ndryshmet. Enveri ishte një djalë temperament dhe i guximshëm. Ushtori i ri po maltretohej nga oficerët shovinistë serb. Mendonin se në atë mënyrë mund ta thyenin Enverin. Po jo, Enverin s'mund ta kthesh dhe ta frigosh. Jo. Por ka të kishin se shovinistët serb. Shkuarja në për raporte ishte bërë për dëshmëri dhe kishin forca edhe më tepër karakterin e djalit të Drenicës, heroike. Ai, për këtë maltretim që po i bëshin, e kishte lajmëruar familjen e vetë. Një ditë, vllai Naseri, me kushëririn e vetë, kishte shkuar në Viroviticë, po nuk i kishin lëshuar që të dilnin të takojnë vllaun e tij. Ata ishin si arsye të tyre që nuk qëndronte në të vërtetë. Ishte ajo ditë e ftohtë janari, 6 maj, rresht maltretime fizike dhe psiqike. Kishin vendosur Enverin ta vrisnin në natën pa hënë gjakpirsat e prurë serb, pa e mbushur akoma 20 vite. Një oficer e nxjerr nga mesi i natës për të shkuar në raport, për atë natë nuk u kthye Enveri. Në mëngjes, u dha lojmi se ushtori shqiptar Enver Ramadani ka bërë vetvrasje. Version zyrtar tani i njohur për gjithë shqiptarët. Sapo morën lojmin, zi familja, niset për Viroviticë vllai Naseri me djalin e Hoxhës Muharremin. E prurët ju kishin deklaruar se Enveri ka bërë vetvrasje. Naseri dhe Muharremi, kur e kishin por trupin e vllait, ata e kishin por vrimat e plumbat që ja kishin dhënë pas shpine. Ata ju kishin drejtuar e prurëve se vetvrasja nuk bëhet me plumba pas shpine. Trupin e pajet e sollën në burojën e tij të lindjes. E prurët që kishin sjellur Enverin në arkivol nuk kishin lejuar që të hopet arkivoli. Varrimi i Enverit ishte madhështor, po merrnin pjesë nga të gjitha anët e Kosovës. Babai Shaboni po mblidhej i fortë përballë dhëmbjes së madhe. Edhe në ngjylsimja si një malsore po qëndronte e fortë. Edhe vëllezërit i Meri, Naseri, Syla dhe motra Gjeva, si dhe gjithë familja, të gjithë të tjerët, mundoshin të shndrojnë dhimbjen në forcë. Dhimbjen e madhe po e ndonin me gjithë ata lumë njerëzish që ja kishin mësyer burojës. A ditë e 15 janarit 1989, edhe pse bënte ftohtë, edhe bora kishte mbuluar shtigjet, lotët e gjakut për Enverin po e shponin borën. Sot, Enverin e kemi të gjallë, Enveri është në zemrat tona gjithmonë do ta kujtojmë, lavdi për jetë e mëtë, lavdi të gjithë dëshmorëve që ronë për lirinë e këtij vendit. Ju falenderoj. Të nderuar, tani ftojmë që të ndajë një fjalë, një kujtim për Enver Ramadanin, profesor Mustaf Gjoci. Enver Shaban Ramadani, i lindur në burojën heroike, në burojën e martirëve
të lirisë dhe heronive të kombit shqiptar, në burojën e Hashim Thaqit, në burojën e Lavdis, çdo herë ja kthej pushkën servis, ndal o burri dheut, po ku deshe të shkosh ka shpejt, ke si djemsh si ju, ende ju dashtën atë dheut. Pa prikrisht me 15 janar të vitit 1989, u shua një lule, synim kishte kombi në qeshtin kombëtare, po këte janar të vitit 1989, tronditet Buroja, tronditet Skënderaj, tronditet mbar Kosova. Ju, janare zërin Bilbilit, ju dhe Gurit, ja qitet Lotin. Enveri ishte një djali urt, inteligent, i guximshëm dhe komunikativ, i afërt me njerëz, kështu ishte edhe me të afërmit dhe fshatarët. Ishte një sy shqipon, i pa trembur, por çdo herë i përngosur për çështjen kombëtare, sepse këtë dhe dashuri e kishte nga bab Shabani, nga gjyshi i babës Ramadan Biftar Ramadani, i cili u vra me 1912, nga Zenel Ramadani, i cili u vra nga bondat serbo-qetnike të Milis Krstiqit. Kryekriminali Milis Krstiq bëni masakra në tërë Kosovën, por edhe në burojën heroike, nuk u ngop asnjëherë me gjakun e shqiptarëve, duke parë këtë dhunë, këto maltretime dhe të popullit shqiptar, por edhe në familjen Ramadani, ku nuk u nanen kur torturat, maltretimet në familjen e tyre. Kjo Enveri në përngëste shumë. Në njërën anë gjendje ekonomike, në tjetrën anë dhuna. Enveri u detyrua të marrë rrugën për të emigruar, për të ndihmuar familjen. U punësua në qytetin e Rijekës, në Kroaci, në hoteleri. Por ky djalë, shumë inteligent, shumë shpejt, u bë i kërkuar për rrethin, sepse mësoj 3 gjuhë, franglisht, anglisht, italisht. Ky sy shqipon u bë mjaft i kërkuar dhe malli për atë dhe, për familjen, mu rrugën për në burojën heroike, dhe në familjen e tij ende pa u çmallur me familjen, pa dëshirën e tij, u dasht të mobilizohej në armatën terroriste jugoslave. Ai ishte një burg i tmerrshëm për secili shqiptar. Enveri, me njëherë si një sy shqipon, ra në sy nga e prorët serbo-qetnik, të ky sy pa tremur fillun torturat, maltretimet, por kur nuk u nënshtrua dhe qëndroi stoik i pathyeshëm për kombin dhe çështjen kombëtare. Pra, gjaku juaj u bë dritë për kombin e çështjen kombëtare, sepse me gjakun tuaj u bë rrugtimi i shtetësisë së Kosovës dhe me gjakun tuaj u shkruan shkronjat e arta të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe më vonë, biri juaj, biri jon, vllau jon, Hashim Thaqi, shpalli pavarësinë e Kosovës. Trimat si ti nuk vdesin kur, se ju ishit një shqipon në mesin e shqiponjave. Prandaj nga sot, këte kodër do e quja kodra shqiponjave, sepse sa herë rrezikoi kombi, këto shqiponja ju vërsulën serbo-qetnikëve. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi dëshmorit Enver Ramadani. Lavdi. Ta njoftojmë për të ndarë një kujtim për Enverin të ndëruarin Vesel Aruqi Rambon. Të ndëruar vëllezër dhe motra, i ndëruari general më i madhi Sami Lushthaku, që kem respekt krejt Drenica, i ndëruara familjet dëshmorëve, i ndëruara Ilir Meja, Lipita Irimejës, edhe i dëshmorit Beqir Mejës, Brezbas Brezi që ka dhonë për Kosovën, i ndëruara Haki Aruqi, kryetarin validve Skënderajt, dekan e Skënderaj, Ibrahimit Prokazit, ashtu e ndërojmë kryetarin e familje dëshmore Skënderajt. Unë veç deshta me full, ma fort ma ka dha fjallën që e përfaqësoj, do më thonë familjen Aruqi, se të njëjtin rast të kena pas, do më thonë për Gjevdet Aruqin, ata deshta të marrë 2 fjallë të folje. Krejta djenë që ka e në vra, në ish Jugoslavi, këta e kanë kundërshtu Sërbin. Se mos të kishin kundërshtu Sërbin, këta nuk ishin vra. Po këta janë ko djenë, do më thonë që qashtu qysh kanë qenë, stapi ka dho Sërbis, i ka kundërshtu të në format. Pra ndaj
deshta të ftoj sot këtu se e kem lipin këtu bashkë Gjevdet Aruqi që e bon emrin e Gjevdet Aruqi që ko miq, e kem Gjevdetin veç të shohin mosa këtu, e ftoj veç të jetë para jush këtu. E deshta dy fjallë të them se neve në fshatin Rëzodh, na ka ra rasti, bashkë të vori Gjevdet Aruqi i Muakmer, me general Ilaz Dërgutin, Ahmet Zabelin, Malush Ahmetin, Rifat Mziun, dhe më që kanë pas hubje sërbë shumë të loja. E ju ka merë haku, jo në fish, po 50 fish ju ka merë haku Gjevdet Aruqit, edhe kjo onë kënejna ja kanë morë haku në Enver Ramadanit, andaj inshallah Zoti shpërblen këta, gjoku i ty në liria Kosovës. Lavdi gjithë të shkuar të kombit, lavdi familjes Adem Jasharit. Rëloft, Hashim Thaçi, rëloft ushtria shlirimtare Kosovës. Ftojmë edhe emrin që e ka përtrik faktikisht të dëshmorit Enver Ramadani, e kemi edhe këtu një Enver Ramadan të ri, kësha lut ta kemi këtu Enverin. Hajde, një aplauz, bravo. A ki me thona i fjallin Enver? Përshëndeti. Përshëndetje. Përshëndetit. I madhi. Kemi artë të momenti i zbulimit të plakës përkujtimore për Enver Ramadanin, ftojmë familjarin Naser Ramadani, të ndëruarin generalin Samil Ushtaku, të ndëruarin Hakia Aruqi nga shoqata invalidve, hoxhën e brojes zotrin Fadil Idrizi, si dhe komandant Fadil Imerin. Ju ftojmë ta bëjmë zbulimin e plakës përkujtimore. Apo afroheni dhe ju të pranishëm më afër? Faleminderit. Lavdi. Një minut nderim. Lavdi. Lavdi. Hadi sen